Hej! Mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Për ju që nuk më njihni, unë jam Alketa dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Mos harroni të bëni një subscribe dhe të ndisni zilen. Për ju që tashmë më ndiqni prej shumë kohësh, shumë puthje për ju dhe për suportin tuaj. Unë jam këtu dhe thash që ta hapja pak kanalin tim me një vlog, duke qenë se argjojmë shumë kohë live, por që kanë nga ato goca që s'kan mundësi që të më ndjekin live dhe thash, ok, e meritojnë këto një vlog me të rejat e fundit. Si fillim, kam këtë kutije në dorë, sepse dua t'ju tregoj që këto do jenë kutijat e muajit fundit tetorit dhe gjithë nëndorit, kurse në dhjetor do kemi kutijat e tjera akoma. Kjo është në format dhurate, që kështu për të gjitha klientët e mia që përveç vetes tyre kanë menduar që të bëjnë edhe dhurata për të afërmit e tyre, shoqe, motra, kunata, çfarë të duan ato, e kanë mundësinë që të bëjnë një dhuratë. Pasi do kemi edhe shumë ulje dhe dhurata muajt e festave, që kështu. Kur të blini në Amarli Le Studio, të dini që e keni në këtë format dhe nuk kisha si mos ta ndaja me ju, sepse me zit për prisja, dhe ndaj edhe hapa dhe direkt kamerën, edhe thash që të flasim pak së bashku. Outfiti im për sot është kjo këmisha me qërshi që më përshkruan shumë, dhe jeanset. Okej, desha të thoja edhe që këtë javë s'kam bërë fare palestër, për arsye se si që patë edhe në vlogun e kaluar që unë pata vaksinimet e Arli që i bërë në të dyja krahët, krahu i djathtë e mori pak me shumë hëntje dhe skuqe dhe i dhimbte kur flente gjumë që u kthente nga hëna djathtë, edhe kështu. Dhe më pas dua t'ju falenderoj të gjithave, po kur them të gjithave një më një, për gjitha ato goca që kanë bërë ordinim tek mua dhe më pas kanë çuar tek mua kunata, shoqe, motra, kushurira apo ku ta di unë, që i kanë darë eksperiencën e tyre me produktet e mia edhe me të afërmit e tyre. Faleminderit tepër shumë dhe si gjithmonë Amarli Le Studio nuk u lë asnjëherë pa një dhuratë dhe jam shumë e lumtur që në këtë rast që juve më bëni mua kaq sponsorizim të mirë produktesh dhe tregoni eksperiencën tuaj, Amarli Le Studio ka zgjedhur që të ndajnë me ju qyrin që kam blerë në Luçi Artigianali, që janë fantastik, janë 100% natyral dhe mund t'i vendosni në shumë mënyra që t'i ndizni. Forma e qyriut është kjo, që t'ja tregoj, dhe janë 100% natyral dhe mund t'i vendosni edhe në ujë dhe të krijoni atë atmosferën e bukur, por mos harroni një diçka, se që t'i ndisni kujtoni Amarli Le Studio. Edhe po, do kemi edhe shumë produkte të reja në Amarli Le Studio, do kemi një set fytyre që mund të bëjmë për të gjitha tipologjitë e fytyrës, pasi është një set efekt filtri që të largon çdo imperfeksion, është fantastik, mezit po pres që ta nxjerr, ngjyra dhe kombinimi i gjithçkaje është wow, dhe çmimi gjithashtu i setit do jetë shumë ekonomik, që kështu në këtë mënyrë edhe njerëzit më me shumë pak mundësi ta blejnë, kanë mundësin ta blejnë. Që kështu kemi edhe shumë porosira për të bërë, për t'i nisur. Një ndër tyre dua ta përmend këtu që është Migena, pronare një fabrike që përveç se më ka dërguar shumë material nga produktet e veta, ka bërë që të gjithë fabrika vetë, pasi bërë ordinimin e vetë, të marrin produkte nga unë dhe jam kaq e kënaqur që këto produktet e Amarli Le Studio po rrëmbejnë zemrën e kaq shumë personave dhe mbi gjitha kur vinë me rezultate fantastike. Ju jam shumë mirënjohëse për çdo gjë. Faleminderit shumë Migena për çdo gjë dhe mbi gjitha faleminderit që erdhe në jetën time. Dhe me që jam te Migena do të prek disa persona që kohët e fundit i kam shumë për zemër, që nga kliente më janë shndërruar mikesha të përditshme, që shkëmbejmë dy fjalë më shumë se sa shitse dhe kliente. Është Griselda, Briselda, Etleva, Vale, Rezi, që tashmë secila e di se çfarë vendi ka në mua. Edhe ju respektoj dhe ju dua shumë, janë edhe shumë të tjera që më falin nëse nuk ja përmend gjithave emrin, por ju e dini që ne kalojmë shumë kohë duke folur me njëra tjetrën, duke shprehur edhe disa fjalë më shumë përveç se produkteve dhe kjo gjë na bën të ndihet mirë edhe mua, edhe ju. Se në fund të ditës jemi njerëz nëna dhe është gjë e bukur kur i vim në ndihmë me një fjalë motivuese, qoftë ato mua dhe qoftë atyre. Që kështu goca e hapa kanalin vetëm për këtë arsye që t'ju tregoja amballazhet e fundit dhe të rejat e fundit. Dhe në këtë mënyrë nisem edhe një vlog që kështu do t'ju marr me vete
sot, nesër, pas nesër, nuk e di. Do mundohem të xhiroj momente shumë të bukura, shpresoj që të xhiroj shumë për sa i përket punës te ky vlogu. Këtu do ju marr unë Alketa dhe Amarli le studio, që është puna ime, dhe jo Alketa vlog e një jete të përditshme, se sot kisha shumë dëshirë që të nisja për sa i përket të rejave të punës, momentet kur përgatisim, bashkë me Marildon edhe kështu. Shifemi në vazhdim. Dhe unë ju kam shumë gjanë edhe faleminderit që Amarli le studio nga shumë e vogël por rritet hapa sapi po bëhet i madh. Faljush. Mua. Hej goca, si jeni? Unë jam përgati, siç e shikoni, edhe shumë këto xhinkse dhe zhyra në fundi, dhe janë më shtat lart. Dhe kam vesh edhe këtë bluzën, se është dhe ftohtë dhe ngrohtë, merret vesh. Dhe thamë që të dalim një gjëra nga Iperi. Kam bërë vetëm buzët, kam bërë edhe një dush që akoma s'më janë sa flokët mirë. Shpresoj që mos ftofem, por kështu. Tani më ka ngelur që të veshim palçorape dhe të vesh kputucët edhe të nisemi. Çunat janë përgati, po më presin mua, kurse Amarili si është në një ditëlindje me shkollën. E kam marrë një nga mamat dhe kështu. Do t'i marrë me vete, mendoj se do i blejmë diçka Arlit. Dhe me këtë rast do t'ju tregoj se sa shumë që janë rritur dhe flokët e mi. Shkoni, kanë vajtur këtu. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Ikëm se Amaril do po më pret. Do t'i marr me vete. Ti se mos e marr. Sa po kemi mbërritur në burri? O Arli, sa po kemi mbërritur në Ipër dhe Arli ka qef të lodra. Amarili si që thash është tek një kompleano tek e shkollës. Arli, shiko mama? Amarili do që në ke bërë pisë të shpatula. Ja. Neve sa kemi dalë nga akta eme. E tani do i kim të drejshim lek, se Arli do lodra. Ta qëmë të lodrat. Kurse mami do kafe. Babo do mjafës një kafe. Do dosë biletino me lodra. Dhe do t'ju tregojmë shtëpisë që i kemi marrë Arlit, pak gjëra, por që duheshim, dhe pastaj do i marrim mamit me ushqim. Hey guys! Mama! Shkoni ku jemi ne këtu? Një berumi. Ami sa ka ardhur nga ditëlindja, siç e thash. Zbrit Arli? Tani Doj në vetë. ja do shikoj mami ku do i pinçoni. Pasaj kam bërë. Këte dhe ërfësën në zemër Albania. Rikto. Ami, hej. Arli. Mami një. Ate. Këtë kërë. Ne kemi bler Spiderman. Spiderman. Kostume për të lexuar. Dua vesh une. Do e veshim, si, shikoj, tregoja një gajzë. Che bello. Anche la tuta. Cini. Guarda guys. Bello. Mami. Ajde da vishe çunit, ajde tregoja një gajzave. Na, meri Arli. Ikni më tante tapetit. Hajde. Është gita. Pastaj kam marr Arlit 3 komplete. Triko edhe tuta. Dhe të treja këto kanë kushtuar 13 euro. 3 triko, 13 euro. I marrë këtë ngjyrën blu. Kemi marrë këtë ngjyrën bardh. Edhe këtë ngjyrën vishnje, ngjyra ime e preferuar e këtij sezoni. Është kjo. Ami zbërtheja kopset çunit, e? Ti je dhe bodi. Jo, kopset e qafa kur je shtrikon.
Dhe komplet, si që shikoni. Edhe tutat janë këto. Shikojmë që kësa i kemi marrë tutat. Tutat i kemi marrë 23 euro, 3 paltuta. Po. Që kështu Arli ka 3 komplete, guys. Se është rritur dhe i rrinë të shkurtra. Gjithashtu i ka marrë dhe 3 kanatiere. Si që shikoni, se të i heqim se do t'i lajmë, kurse atë kostumin me Spider-Man do t'a vishin e si zort ma lërë. Kja laj. Ok. Këto 3 kanatiere t'i kemi marrë 10 euro. Dhe po. Tjetër kemi marrë çorape për Amarilisin dhe çorape për Arlin. Këto çorapet për Arlin këtu duhet jenë në 7 palë, ma mendje. 7 palë, 10 euro. Arlit këto. Kurse këto janë 5 euro. Nuk e di sa palë. 1, 2, 3, 4, 5. 5 euro 5 palë. I vinë për Amarilisin këto. Dhe gjëja e fundi që kemi blerë janë këto si çorape. Dhe au këshilloj edhe ju mamave që i vishni fëmijëve lart çorapeve dhe i mbajnë në shtëpi që kjo pjesa poshtë nuk ju mbërdhi në çmendo. Domethënë është si çorap. Dhe kjo vetëm kjo ka kushtuar 10 euro. Imagjinoje. Që kështu e kemi bler Arli që të rinë në shtëpi, domethënë. Dhe të gjitha këto na kanë vajtur. Të gjitha. Hajde këtu Arli të shikon mami. 84.3 euro. Ti një më që ka Arlin edhe erdha. Jeni gati për qikuar herë? Arlin! Come on! Shut the fuck up! Mirë, ule poshtë, ule se ekspute. Shumë të bukur. Po një që është bukur. Ami, në që e dhe tua. Po që në kom gjoto. Si, se është to tani. Okej, goca, këto ishim blerjet. Tani të qojmë gjitha me shkjom dhe lavatriqe të bërë si fundjavë që është. Goca nesër San Crispino. Do prishim lek tjera gjë që Amerikë do së shpari lumëtu, po qa të bëjmë? Okej, kur të veshim e në të tjera, do të rejtojmë. Për momentin të veshim. Të feq. Po prit, të s'dorim me atë tani, basta. Shifemi në vazhdim. Goca, ja ku jam. Pasi mbylla edhe një live me ju. Dhe direkt po regjistroj një pjesë për vlogun. Këtu kam bijamet në dorë dhe thash që të ndrohemi dhe duke filluar të hequr nga vëthet që shumë për ju me ka pëlqyer dhe luku për sot ka marrë shumë komplimenta për xhinsat, për bluzën, për tëra. Edhe po. Ka qenë luku im për sot, ka qenë shumë i bukur me dhe dhe i ka të shti që të ndrohem. Shifemi në vazhdim, ose më saktë, shifemi nesër mëngjes me të shtunën tonë. Hi guys, mirë mëngjes. Unë kam fjetur gjumë me Supermanin. Shikoni Supermanin? Kam fjetur gjumë me Supermanin. Me Supermanin më të bukur në botë. Shikoni. Shikoni. Unë kam fjetur gjumë me Supermanin më të bukur në botë. Më të bukur në botë. Kjo është Superman i shpirtit tim. O, Arli po boll me këte ama. Shikoni që. Ka qëllë mami që ka qalen. Ja. Cik. Ja, ja. Pa të me. Mamin ci kafe.
Këtë dalë. Këtë dalë. E, do më dërë dhe shkafën të trajnë. Hej goca, si jeni? Jam këtu, sepse ndryshe nga herët e tjera, përveç se produkteve të Amar Lile Studio, sot do bëjmë një paketim ndryshe sepse kemi shitur xhinkse, 2 palë xhinkse edhe një xhaket, që t'ja u tregoj, është shitur kjo xhaketa, është shitur këto xhinkset e Zarës, edhe gjithashtu xhinkset e tjera, të gjëra në fundi dhe të ngushta me shtat lartë këto. Dhe do t'i bëjmë gati në këtë pako dhe thash t'i merja me vete. Pastaj kemi përfilluar të merremi me ordinimin e migenës. Sa po kam mbaruar të bërë drekën, hëngëm gjithë familje, familjarët e mi janë ma ta që po mbarojnë. Edhe thash unë t'i futem pak punës, duke qenë se puna po më thërret. Jemi që edhe kundra dritës, të sa që të duke më njërë. Okej. Në këtë mënyrë. Duke të thjesht puna, po ka ato kompleksionet e veta. Okej, pakoja është gati, si që shikoni. Dhe brenda do vendosim produktet. Nuk e di nëse do t'i nxojnë realisht, por do mundohem që t'i nxojnë. Tu kemi një dhuratë për një vajzë të vogël, gjithashtu edhe qyriu, si në çdo ordinim. Shpresoj që të mbyllet, se kjo është një nga ordinimet. Do ta bëjmë të mundur që të bëhet paketimi. Me Amaritën do ta bëjmë të mundur. Okej. Pastaj do t'i vëmë izolus edhe pakoja është gati. Qik me të ngjeshur, por ja dolëm se nuk thyen rroba ja. Hey guys, kjo është porosia ku sipërmarrësja është Migena. Kjo është për gjithë fabrikën e Migenës, ata që kanë dëshiruar të kenë një porosi nga unë. Edhe ja, jemi në punim me sipër, kurse diku atje është porosia e për në Greqi, rroba poshtë edhe produkte. E goca, ju marrë me vete se do bëjmë thonjt tek kushurirea me Gerta. Kjo është qendra. Permessa. I bëri dhe Amarili, si goca thonë, sa bukur. Edhe mami i bëri. Edhe Amarili si. Shumë bukur dollën këta. Ej, goca, një mëngjes nga e djela. Ne jemi veshur me për gati, edhe unë do marrë edhe syzet pasi ka diell, edhe për jashta kur ka diell këto nxjihen, janë edhe për diellin. Që kështu outfiti im për sot është kjo bluzja me fjongo. Poshtë kam vesh një kanentiere të shkurtër, jeanset, Hugo, edhe flokët i kemi bërë me onde.
E tani do përgatis gati një çantë që do marrë gjërat e Arlit me vete, borraça, diçka për të ngrënë, pasi mendojmë që t'japim ande për të ngrënë. Edhe Kesh fitin jam shpevot. Ma Gjinse. koj ke kemi blek të ne. nuk e mbajmë. Gjinse dhe një bluzë thjesht që mbrapa lexon beautiful. Për gjithë ju që më keni pyetur si i kam bërthoj, tani kam bërë kështu. Janë kështu. E shumë bukur, shumë cute. Edhe Amarili si i kam bërë. Shkoni. Shumë bukur. Do t'i marrim me vete. Shifemi në vazhdim. Barli però sta nel suo posto, No, ci vuoi vai? Hajde që këtu dhe në outfit check, shok. Outfit check. Arli. Ke lokitin ti mama? Ami. Fshiu atje tek ajo. Ami, lëre se rëzohet ma. Bravo. Ku është Arli? Come si chiama lei? Io mi chiamo Luigi. Ecco, guardi, mi ha detto Luigi di venire qui. Ecco, guarda qui, ci chiamo Miro. Posso fare delle foto? Sì. Grazie. Niente. Ecco questo. Ne cambia qualcosa in più? Fai 1 chilo. Non ho capito. Non ho realizzato io. Cos'è che hai detto che non ho capito? Profilo. Ami. Apo. Hi guys. Andiamo, ragazzi. Ami.
Hi guys, ndesim që një dy drita ne sa kemi ardhur në shtëpi. Kemi qenë në San Crispino dhe kemi bërë xhirot tona, jemi lodh shumë. Më dhe koka. Tani do bëjmë një kafe dhe kam të mbyllur akoma shumë porosi. Por kemi ngrënë shumë mandarina. Kemi ngrënë shumë mandarina, kemi ngrënë shumë gështenja, kemi vajtur te lodra. Kam munduar të xhiroj sa do pak, jo shumë, se doja ta shijoja këtë diel sot. Edhe ashtu bëra. Tani do pin kafe me burre. Edhe kështu. Ka filluar ajo nakshëm i ftohtë kur fillojnë ato ftoret. I këndjelli është ftohtë. O goca, ja ku jemi goca. Fëmijët janë këtu me Marildën, unë thashtë të hapja pa kamerën dhe të bënim pak mbylljen, duke qenë se unë kam shumë punë për të bërë. Do mbyll shumë porosi dhe do t'i nisim. Këte i ku dielli, është diela jonë, kemi dalë, kemi shëtitur, kam filmuar pak, jo shumë. Dhe do t'ja u editoj dhe shpresoj t'ja publikoj nga java që vjen në harta. Duke qenë se po nuk mbylla punën, nuk mendoj se po nuk mbylla porosit, nuk mendoj se do bëj video se ka rallë puna. Dhe okej, diku këtu them që t'ju përshëndes, t'ju them shifemi në një vlog tjetër, shpresoj që t'ju pëlqejnë. Edhe mos harroni që të na mbështesni, bëjmë një like, një koment, por mbi të gjitha një subscribe. Con 24.000 baci, baci, con 24.000 baci, baci, 24.000